Miq, mirë se ritakojmë sërish në takimin e përjavshëm në emisionin Kopshti i të devotshmëve. Do të flasim sot për përpjekje, një koncept i zakonshëm ku të gjithë përfshihemi në përpjekjet tona në varësi të synimeve, ambicieve dhe dëshirave tona. Po ndërkohë ky është një koncept gjithashtu fetar, pra Islam i drejtë për drejtë. Kurani e përmend përpjekjen, hadithet e Profetit alayhis salam e përmendin përpjekjen si një cilësi e lavdëruar. Po për çfarë duhet përpiqet një besimtar? Për çfarë motivon përpjekjen e një besimtari? Cilat do të jenë ambicet dhe synimet e tij? Dhe çfarë motivon atë? Për gjitha këto do të na flas Hoxha nderuar Hoxh Arjan Kuteli. Hoxh, mirë se vini. Se vjen. Hoxh, siç thash, doni për jush një shpjegim brenda këtyre minutave të konceptit të përpjekjes. Përmendet në Kur'an, përpjekja në Kur'an dhe konkretisht në surën Ankebut, Zoti i mirë drejt për drejt flet për përpjekjen, edhe si një mundësi, pra duket si një ajet motivues. Çfarë mund na thoni për këtë ajet? Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Allahun e madhëruar, paqja e shpëtimit i qofshin mbi dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Sa i përket përpjekjes, Kurani është i mbushur me të, qoftë në mënyrë direkte, qoftë indirekte, sepse jeta e njeriu në fakt është një përpjekje. Jeta e njeriu është një ecuri, një vrapim me rësi të duash që njeriu duhet të shkojë diku. Do ai, nuk do ai, siç thuhet nga disa dietarë, jo në këtë sfond, por në një sfond tjetër njeriu kur sëmuret, ndaç që kalon sëmundjen si një kafshë normale që rënkon, ndaç që kalon si besimtar. Dhe kur ai përpiqet të bëjë durimi për Zotit, ka shpërblimet e sëmundjes, po nëse kthehemi në klapa. Nëse nuk ka durim, nëse rënkon, ankohet, siç thot populli bën shiqajetin, ankesën, atëherë domethënë në shkon dëm dhe mundi ti shkoj ose sëmundja ti shkoj kot. Edhe ambicia e njeriu me përpjekjen, domethënë përpjekja është pjesë e besimit, përpjekja është komponenti i vullnetit, durimit, tamam siç e thatë në fundin e surës Ankebut, është ajeti i cili dietarët kanë thënë ky është ajka i gjithë surës. Fakt surja Ankebut fillon me një ajet të habitshëm që tregon përpjekje dhe tregon goditje të fortë ose goditje të përqendruar për përpjekje dhe mbyllet me një ajet tepër kurajodhanës. Shumë. Si janë konkretisht këto dy ajete edhe çfarë kuptimet e tyre? Elif Lam Mim, a kujtuan njerëzit se do t'i linim ata të thonë besuam dhe ne nuk do të sprovojmë? Kemi sprovuar ata që kanë qenë para tyre dhe do t'i di Allahu ata të cilët besuan dhe do t'i di ata të cilët kanë zhgënjur, kanë ngelur, si themi, do t'i di ata që janë hipokrit. Fundi i ajetit ose fundi i surës është dhe ata të cilët përpiqen për ne, pra për hir ton, pa të motivuar nga hatri i Zotit. Pra të motivuar nga ne do t'i udhëzojmë udhët tona. Domethënë korsit e punëve të mira. Udhët tona, jo një udhë, por shumë gjëra. Me të vërtetë Allahu është me vepër mirët. Po të shikojmë konceptin, ajeti domethënë përmban brenda një mori normash, qoftë juridike, qoftë edhe sociale, por qoftë edhe anë shpirtërore të habitshme. Madje kam dëgjuar një prej dietarëve që thotë kjo është surja sprov, thotë. Sepse paraqet shpirtin e njeriut, mirë si themi në luftën e nervave përballë tjerëve. Në luftën e nervave, madje edhe njerëz dhe me veten, lëshon apo nuk lëshon njeriu. Domethënë përmbahet apo nuk përmbahet. Lëshon pe apo jo në parimet e tij. Ai gjithë surja domethënë vërtitet rreth kësaj gjendje. Prandaj është e habitshme që lidhja mes dy ajeteve është tepër si thënë decisive. Është tepër e fortë, tepër e bukur në të njëjtin kohë. Fillim Zoti të sprovon dhe mos kujto se ti do thuash unë besova dhe nuk do të vi si themin e prova. Kjo është e thjeshtë fare. Në çdo aspekt të jetës të. Po të vemi të themi që unë dua të punoj në këtë lloj profesioni. Ai ustaj profesionit, profesori of profesionit të merr në provë dhe të thotë, të shikojmë çfarë ditë bësh. Pra të lënë në provë, të fut në provë, po këtë. Dhe pastaj ai t'i jep shpërblimin. Po kështu edhe njeriu në besim. Ti thot besova. Sa besove? Cili është besimi? Çfarë bën ti në besim? Beson sipas
endjes tënde, shijes tënde, apo beson duke ndajtur rigoroz asaj që të kërkon ty Zoti si njëri. Po gjithsesi brenda të njëjtës sure kush përpiqet të Zoti, Përpjekja në do fund t'i fare hapen rrugët. do t'i hapen rrugët. mundësitë. Si përpiqet? Pas ti thoj besova, ti do përpiqesh. Që ta dëshmosh këtë besim. Patjetër, Ta vërtetosh. është udhë pa, si themi ne, është udhë e qartë pa mjegull. Dhe ty të kërkohet ngjitja, si thonë disa komentar, ngjitja e një mali. Pra Zoti këtu të bën qartë që dhe fjala përpjekje edhe në gjuhën arabe përcjell mundimin. Përpjekja përcjell mundimin. Domethënë do djersje. Edhe besimi kërkon djers. Besimi kërkon, si thon njerëzit në gjuhën jo rëndom, po në gjuhën e kërkon nerva, në gjuhën e njerëzve të përditshëm thotë kjo gjë do nerva. Edhe besimi kërkon nerva, sepse ne shikojmë shpesh sot të rinj futen me një gëzim të madh, me një eufori, Entuziazëm, edhe me energji më shumë se sa ata që kanë vite. Energji e madhe dhe ata që kanë vite ndonjëherë dhe nënqeshin dhe thonë që janë fillestar, do ta kuptojnë. Rezistenca do ta jap atë, përpjekja, lodhja për këtë rrugë, si do vazhdoj. A do vazhdoj atë maratonën e duhur apo do ta lej rrugës e kështu me radhë. Ndaj edhe përpjekja nënkupton në vetveten e saj durimin, vullnetin dhe lodhjen për arritjen e diçkaje. Pra duhet qëndrueshmëri. Absolutisht po. Nuk ka rrugë tjetër. Qëndrueshmëria është vetë përpjekje. Domethënë rezistenca jote në udhë të mbar është përpjekje në vete. Rezistenca e njeriut në udhën e mbar në parimet e tij është përpjekje në vete. Ti nuk lëshon penga ato. Ti nuk lëshon penga familje, nuk lëshon penga bezimi jot. Ti nuk lëshon penga nga udhët që ty të ka çelur Zoti. Pra, kur shikohet lodhja e njeriut, vjen dhe dhurata. Vjen dhe shpërblimi. Sipas shpërblimit do të vi dhe, si themi ne, kënaqësia. Dhe edhe Allahu i madhëruar, siç thon disa komentar, thotë kur Zoti shikon përpjekjen e robit dhe mundin e tij dhe insistimin, sepse përpjekja ka insistimin, atëherë fillojnë çelen dyert e mirësive. Jo dyert e mirësive vetëm materiale, po hyn një gëzim dhe një lumturi brenda shpirtit besimtarit që është i papagushëm, nuk ka çmim. Pra, përpjekja konsiston në lodhjen e njeriut, jo në lodhje, po si themi në mundin e tij që e për besimin. Në çdo lloj forme, qoftë në mënyrë fizike, qoftë në mënyrë shpirtërore, qoftë edhe në mënyrë sociale me të tjerët. Ndërkohë, shpesh njeriu përpiqet, po ka dhe limite në përpjekjet e tij. Raport me adhurimin e Zotit, raport me këtë marrëdhënie midis tij dhe Zotit. Një ajet kuranor thotë adhuroje Zotin tënd derisa të vi vdekja. Çfarë qartësie duhet të ketë besimtari në përpjekjen e tij ndaj adhurimit të Zotit, ndaj madhërimit të Zotit, ndaj lutjeve që i drejton Zotit? Ky ajeti i fundit i surës Hijr, megjithatë ju keni zgjedhur ajetet e fundit të sureve dhe vërtet fundet e sureve kanë një përmbyllje të mahnitshme. Fillimet e surës prap fillojnë me një diçka që ka lidhje me fundin e saj. Fillimi i surës Ibrahim, më falni, Hijr, tregon për besimin dhe sprovën dhe në fund fare tregon për adhuroje Zotin derisa të vi vdekja. Një jetë para këtij Allahu xhaleshanu i thotë të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam dhe ne e dim se Qurayshët, pra idhujtarët të përflasin, të përbuzin dhe bëj durim dhe i për atyre që bëjnë sejdë dhe adhuroje Zotin ajeti i fundit derisa të vi vdekja. Në fakt besimtari gjatë gjithë jetës së tij është siç tham në një konstante që Allahu xhaleshanuhu supremi i pashoqi, është sovran, është ligjvënës, është vendosës i gjërave. Është i urtë, është i matur me njeriu. Kur njeriu shikon gjithë ato cilësitë e Zotit, me të vërtetë, ajo që njeriu duhet t'i jap Zotit
është të rrinë në udhë të tij. Si do që të jetë, të rrinë në udhë të tij derisa të vijë vdekja. Edhe pse ajeti është i lidhur me vdekjen? Dikush mund të thojë thjesht, po mirë o hoxha, ose po mirë i nderuar, jam i smur, s'ka mundësi. Tjetri thotë më ranj stres, s'ka mundësi. Kjo fjala s'ka mundësi, sipas secilit konvertohet në bazë të asaj që ati t'i kalon nga jeta. Ndërkohë që Allahu i madhëruar i kërkoi këtë gjë, nuk i kërkoi fare këto të tjerat. Dhe nuk i përmendi adhurojeni Zotin sa të keni mundësi. Në fakt, për çështjet e dynjas, Allahu xhaleshanu u tha për burrë e grua, për një shtëpi. Le të jap burri, domethënë ai që furnizon familjen, sa të ketë mundësi. Në një ajet tjetër, Allahu xhaleshanu thotë, dhe nuk e mundon Allahu robin stej mundësive të tij. Kurse në ajetin e surës Hijr që ti përmendë tani, tregon konstantën dhe vazhdueshmërinë e njeriut në përpjekjen që ai të rezistojë deri në çastin e tij final. Dhe me të vërtet, Ilir, çasti final është gjithë betejë dhe fruti i punës së njeriut. Për këtë çast, si them, është 70 vjet adhurim. Për këtë çast është 70 vjet agjërim. Për këtë çast janë 70 net kadri. Për këtë çast janë kush e di sa haxhe. Për këtë çast janë kush e di sa sadaka. Ndaj Zoti i kërkon njeriu që të rri në konstantën e tij të besimit deri në frymë të fundit. Kam dëgjuar se në disa dietar që Imam Shafiu rahmet past thoshte rruga për tek Zoti bëhet me vrap, thoshte. Nëse lodhesh ec, nëse bie thot merre me gjunj. Nëse të lodhen gjunj thot zvardh dhe aty vdis. Por se mos e ndryshon, thoshte. Zvardh aty ri. Pra nuk ka rrugë tjetër. Nuk ka rrugë tjetër fare. Është të pret porta tjetër. Thjesht domethënë është kalimtarja, domethënë do hapet një perde për një diçka tjetër dhe do mbyllet një derë dhe do hyjë në tjetrën. Dhe pikërisht për këtë luftohet. Ndaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam është hadith tepër i frikshëm, thotë me të vërtetë mes robit dhe xhenetit nuk ka veses si një rip shapke ose një rip pantofle ose si një rip sandalle. Dhe në atë që i duket njerëzve që është banori i xhenetit dhe ja kalon ajo që është shkruar në Zoti, bën një vepër prej veprave banorëve të xhenemi hyn në atë veprën në xhenem. Dhe me të vërtetë robi mes tij dhe xhenemit mbetet një rip sandalle. Në atë që i duket njerëzve, duket si një rip banorëve të xhenemit. Për çastin e fundit, dhe ja kalon ajo e cila është shkruar në Zoti. Dhe bën një vepër të mirë hyn në xhenem. Prandaj njeriu ti duhet, si themi neve, për tamam si ata kuajt në fund të garës. Kur shikojmë një garë, kuajt ka një veti, kur kuptojnë se po afrohen finishit, e shtojnë vrapin, e shtojnë krosin, e shtojnë atë energjinë që duhet arrijnë në finish. Këtë bën thirrje për të mos hequr dorë derisa të vijë vdekja. Vjen kjo si një këshill sepse është rreziku që njeriu të po themi demotivohet rrugës dhe ndoshta ti duket si diçka e thjeshtë ajo që po bën raport me namazin e tij, me adhurimet e tij dhe heqja dorë është gjithashtu një risk, pra është një rrezik që mund t'i vijë besimtarit, duket sikur ta adhurojë Zotin gjatë gjithë kohës, po ndoshta vjen moment që lodhet dhe e le pas dorë këtë, dhe pikërisht aty mund të vijë momenti i fundit. Është e habitshme se Allahu xhaleshanuhu lindjen e ka bërë pa dëshirën e njeriut. Njeriu s'lind me dëshirën e tij. Thot hapëm në rrugën të dal, ja. Edhe në të njëjtën formë del nga kjo botë pa lejen e tij, nuk i merret lejë. Ndaj Allahu i madhëruar në shumë ajete thot dhe kur t'i vi e gjeli pra fundi njeriut, ata me lajke që i marrin shpirtin nuk i qasin as një sekond dhe nuk i vonojnë as një sekond. Dhe demotivimi, demoralizimi,
bezdisja, monotonia që zë njeriu shpesh, sprovat cilat e joshin ditë për ditë njeriu, vjen atë thotë po mi çfarë efektesh ka besimi. Çfarë efektesh ka besimi. Por Ibn Qayyim rahmet pas të njëna, domethënë thënjet e tij të bukura thotë çdo gjë vërtetet rreth dashurisë. Çdo gjë vërtetet rreth dashurisë. Me kë do me atë je. Atë që do me atë do bësh. Prandaj njeriu në qoftë se alternon për hir të Zotit, alternon jo vetëm namazin, po domethënë përpiqet të ripërtëri formën, jo formën e namazit, të ripërtëri të qëndruar në tij në namaz, të qëndruar në tij përpara Zotit. Qofse ai alternon pjesë të agjerimit, qofse ai alternon sadakat e tija, në qoftë se është afër me njohurinë e cila e bën të qasshëm me Zotin dhe i tregon atit se ç'shpërblim ka dhe ç'dëm ka. Kur e bën shpërblim ka dhe kur e le çfarë dëmi, atëherë kjo është ajo e cila i jep njeriu shtysën dhe motivin që rruga duhet vazhduar. Rruga nuk duhet lënë. E një thënie të bukur filozofike kam dëgjuar që kur të mendohesh që do të kthehesh mbrapa, pasi e lodhur, mendo sa je lodhur për të ardhur deri këtu. Pra mos ta zhvlerësojmë gjithë ato përpjekje absolutisht që nuk ndoshta shpesh nuk është dhe e vogël. Ti ka ardhur, ti je përplasur me njerëz. Ti ke ngritur diku zërin, ke thënë që kjo është e vërteta. Ti ke bërë, si themi ne, të fortin e tavolinës për treguar qoftë edhe unin tënd nëpërmjet fesë Zotit. Qoftë edhe për të rritur karakterin tënd, ta ka rritur feja e Zotit karakterin. Të ka dhënë formën e karakterit, njerit kështu. Pa pritur, shikon si na një shkëlqim, opa, venitesh fare. Mos themi Zoti na ruaj fare dhe nxihen njerëzit, pra dalin nga besimi. Që është diçka e frikshme. Kur dëgjon që njeri pasi ka qenë në udhë të mbar, është goditur ka rënë. Është tepër e frikshme. Ndaj kur shikon lodhjen dhe përpjekjen që ti ke bërë, dhe tani kërkon të kthehesh, jo të kthehesh, po të provosh diçka tjetër që jam shumë i sigurt, nuk ka për të dënshie, ke për ta parë që domethënë do ngelesh vetëm edhe nëse mes njerëzve. Ndaj në këto asketët e vjetër thoshin çfarë humbi ai që gjeti Zotin dhe çfarë gjeti ai që humbi Zotin. Ndërkohë një pjesë nuk heqin dorë nga adhurimi, nuk heqin dorë kuptimin e adhurimit të obligimeve kryesore, siç është namazi, siç është agjërimi, sadakaja, leximi i Kuranit e me radhë. Por në raport me ndryshimin e vetes, përmirësimin e vetes, kurimin e atyre sëmundjeve të brendshme, të atyre veseve, shpesh përpiqemi të kurojmë ndoshta egon, të kurojmë dorë shtrënguartësinë, inatin, xhelozin, përtatësinë, pra probleme që janë tek njerëzit. Dhe nuk gjejmë forcë që të shohim ndryshime reale tek vetja. Dhe shpesh këtu mund të heqim dorë, themi nuk ndryshojmë. Jam përpjekur për ta ndryshuar tek vetja, po ky jam dhe nuk mund të bëhem tjetër. Kjo ka të bëjë me realitetin e përpjekjes dhe me realitetin sa beson ti tek vetja se e përpjekur. Asnjë nuk të thot ty bëj këtë gjë me dhunë. Bëj këtë adhurim me dhunë dhe asnjë nuk të thot dot që bëj këtë gjuna se të them unë. Po është pikërisht joshja e momentit ajo e cila ta ka bërë tamam si doza e drogës, atë lloj gjunahu, prej të cilit njeriu nuk shkulet dot. Ka një lloj faze se si zhvillohet gjunahu dhe pastaj ai bëhet i rëndom të njeriu. Fillim fillon ide, pastaj mendim, pastaj merr fuqi më shumë dhe fillon bëhet akt në trurin e njeriu, pasi bëhet akt, bëhet dëshirë e fortë dhe pastaj në konkluzion e bën apo jo kur i del para. Plani të tjera. Kthehet në cilësi pas e pjesë e karakterit. Pastaj dhe Imam Ibn Qayyim rahmet pas thotë sa më shumë të agravoj, domethënë sa më shumë ta lej veten në këto faza,
aq më vështirë bëhet shkulja e një gabimi ose një gjunahu. Dhe me të vërtet vazhdon dhe thot, bëhet i vështirë lënia nga gabimi ose lënia gabimit kur nuk bëhet për hir të Zotit. Lënia gabimit bëhet akoma vështirë kur nuk bëhet për hir të Zotit. Si? Kur njeriu mendon thjesht të ri njeriu të meditoj me veten, ore pse kaq i ulët? Kur shikon veten se si duhet të blej një makinë, lodhet për gjetur paratë e makinën. Se si do të ndërtoj, ka plan ndërtoj një shtëpi, të bëj një apartament. Ai ka plane rradh këtu për gjetur paranë që ta kryej aktin deri në fund dhe ta arri atë ambicien që kishte. Ndërkohë që s'ka ambicie dhe e lëshon veten si themi ne lirisht fare në gjuna. Si është e mundur që njeriu lëshon veten lirisht në gjuna, sepse ai ka marr kohë pas kohë, dozë pas doze dhe tani atit i është bërë vështirë. Me të vërtetë do të shkulesh një gosht, sa më shumë të jetë ngulur goshta, aq më vështirë bëhet shkulja ka druri. Është e njëjta gjë edhe me gjunahun. Sa më thellë të jetë ngulur gjunahun në shpirtin e njeriu, aq më e thellë, aq më egër bëhet përplasja e të mirës me të keqen brenda shpirtit të njeriu që ta le apo jo. Ta le apo jo. E luftoj apo se luftoj. Jam viktim tani apo si themi ne shpëtova dhe kësaj radhe veten. Është e njëjta formë. Është e njëjta formë, është thjesht si të themi është thjesht një përplasje sinqert me veten tënde. Merre dhe mendohu siç pi një kafe për qefin tënd, si themi ne, do ta pish me një lokal qetë, në një natyrë të qetë, siç mendon për të pirë këtë kafe, do të meditosh për disa gjëra, medito. Kur e bën gabimin, pse nuk më dënoi Zoti në atë moment? Mendoje një herë. Pse më la fuqi? Pse më la të meditoj deri tani? Or të la dhe të thuash kur gjen dënes na bën të la dhe të thuash astaghfirullah, o Zot më fal, ma mbuloj gjunahun. Të la dhe të kërkosh falje, të la dhe të falësh 2 rekat mbase. Të la të gjallë. Pse nuk dënoj në atë moment? Dhe kur shikon që nga cilësitë e Zotit është i mëshirshëm. Nga cilësitë e Zotit është i maturi, nuk dënon me njëherë. Nga mirësitë e Zotit është që Allahu i madhëruar ka thënë dhe mëshira ime përfshin çdo gjë. Dhe unë do ta shkruaj, pra ja kam bërë rrezik mëshirën time atyre që besojnë, bëjnë namazin, japin zakatin dhe ata që në ajetet dhe faktet tona janë të sigurt në besim. Në një hadith kutsi, Allahu i madhëruar thot, me të vërtet Allahu, profeti sallallahu alaihi wasallam thot, me të vërtet Allahu ka një libër tek ai mbi arsh, që mëshira ime është e mund zemërimin tim, hidhërimin tim. Kur i njeriu të mendoj se si erdhi deri këtu, është pikërisht mëshira e Zotit. Është pikërisht mëshira e Zotit. Allahu i madhëruar thot, jo, është një ajet i bukur thot, në qoftë se ju dhe gjithë çka në tokë e mohoni Zotin, Allahu ka thjesht t'ju shfaros dhe të sjelli krijesa të tjera. Dhe kjo nuk është e vështirë fare për Zotin. Mendo. Por është mëshira e tij, maturia e tij, që ai të letë gjallë. Ai të letë meditosh, të letë ecë, të zgjojë në mëngjesi ku ti merr frym prap. Ajri i Zotit, tokë e Zotit, dielli i Zotit, gjitha në Zotit. Dhe ti akoma vazhdon dhe thuash pastaj u bë monoton. Pra thjesht medito pak. Dhe ke për të parë që do gjesh brenda vetes xhevaire të futura në ato shpellat e gjunahut që ti ke thurur vet. Njeriu ka brenda xhevaire, shumë. Pra është mëshira e Zotit një motiv i madh për të mos hequr dorë nga përpjekja, edhe nëse ndoshta nuk shohim rezultate, sepse siç thash ndonjëherë përpiqemi të kurojmë inatin, xhelozinë, mungesën e durimit, probleme të tjera, por nuk shohim rezultate. Ju thatë që Zoti është i mëshirshëm dhe duhet të vazhdojmë përpjekjen tonë. Patjetër po, patjetër. Zoti është i mëshirshëm, por këto gjëra, domethënë, pa themi kooperacia, njeriu nuk e fut dot dorën në xhep kur shikon diçka që duhet dhënë për të parja. Duhet kuruar me, si themi ne, me dhunim të shpirtit, që duhet nxjerr diçka. Dhe sa të bëhet vezë dhe të bëhet dashuri.
Imam Ibn Qayyim rahmet pas thot dhe vazhdon njeriu ta ushtroj veten në një adhurim të vështirë më parë për te, derisa më vonë bet aq i ëmbël sa nuk e lë më dot. Mendo për nevriklakun. Një hadith transmetohet që profeti sallallahu alajhi wasallam thot kush lë nevriklakun dhe ai ka mundësi që ta shfryj atë pra zemërimin. Po, thërritet ditën e gjykimit dhe i thuhet merr 70 hyrie. Të mendoj njeriu për një çast lë një shije më të madhe. Tregtari si vepron? Kur shet. Shikon përfitimin më të madh. Shikon përfitimin më real në monetar. Thot mund të humb tani, thot po pas e di që do mbi më shumë. Duket për çastin sikur humbe. Ose më vonë investim që ja vlen. Është investim shumë i madh. Por bëjmë një shkutje shumë të shkurtër dhe e kthehemi të njëjtës bisedë, por mi shihemi pas pak në pjesën e dytë. Që rikthehemi sërish në studio me hoxhën e nderuar Arjan Kuteli, imam i xhamis Plumbit në qytetin e Beradit dhe po flasim për përpjekjen në vepra të mira, në ambicie të larta dhe në shpërblime të mëdha. Dhe po dalim konkretisht tek hadithet e profetit sallallahu alajhi wasallam, të cilat shpesh janë dhe më të prekshme për natyrën njerëzore, më konkrete, pra janë ndoshta edhe urdhëresa më praktike. Dhe konkretisht një hadith profetit sallallahu alajhi wasallam, hadith kutsi transmetuar nga profeti alayhis salam, thuhet se Allahu ka thënë gjëja më e dashur për mua janë obligimet, më pas veprat vullnetare dhe më pas hadithi vazhdon. Dalimi tek pjesa e parë, pra gjëja më e dashur për Zotin janë obligimet. A duhet të jetë kjo e para nga cila duhet t'ia filloj njeriu përpjekjen e tij? A do të jenë, po themi, përpjekja e tij e fokusuar kryesisht tek gjërat obligative në fe? Ku do të fokusohet përpjekja? Në fakt ky hadith i Buhariut rahmet pas, që në transmeton në librin e tij të sakt, quhet tek dietarët hadithi i dashurit Zotit. Që njeriu e shtrëngon në fort. Njeriu me këtë lloj veprash ble dashurinë e Zotit. Me këtë lloj përpjekje, me këtë udhë ble sinqerisht ble dashurinë e Zotit. Ndaj më parë asketët thoshin që nuk është habi që njeriu të thojë unë e dua Zotin. Habia më e madhe është ose gjëja më e bukur është të doj ty Zotin dhe ta marrësh vesh do të doj ty Zotin. Është gjë e madhe shumë. Po të shikojmë sot një fëmijë të vogël i cili mund të këndoj këngën e një këngëtari dhe e këngëtari dëgjon rishtas i rrugës, ai këngëtari bëhet domethënë e hip në qendër shtati, thonë ajo se pa ky fëmijë po përsërit fjalët e mia, thotë. Mendoj që Allahu xhaleshanu thret Xhibrilin që unë dua filan person, apo filan grua, apo filan vasha, filan djalë. Megjithatë, themi që kushtet e dashurisë së Zotit, shkallët e saj, është hapi i parë duke hyrë te porta e obligimeve. Porta e obligimeve është shkalla e parë dhe baza mbi të cilën ndërtohet godina e besimtarit. Cilat janë obligimet? Obligimet e çdo lloj urdhri, jurisdiksioni fetar dhe zbërthimi i teksteve të shariatit konkludon në një përkufizim statik të obligimit, që thot çfarë vjen në shariat në formë të prerë urdhërore dhe lënia e tij përben shkelje. Pasoja është mbartje gjunahu dhe dënim. Pra obligimi nuk e vetëm për shkak të Islamit. Po obligimi është, si i themi ne, obligimi është nga shtyllat e mëdha të Islamit dhe deri te çështjet më të vogla. Hyn në shumë funksione. Por varet nga llojet e obligimeve. Ka obligime madhore fare. Siç janë shtyllat e Islamit, shahadeti la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, namazi, që është pika kulminante e obligimeve. Pastaj e zekati, pastaj shtagjërimi dhe haxhi. Këto janë bazat mbi të cilat do të hidhen obligimet e tjera.
Ndaj dhe kur i kërkojnë njerëzve, i kërkojnë këto lloj obligimesh para të tjerave. Ndaj dhe profeti sallallahu alajhi wasallam kur dërgonte misionarët, me këto fjalë i urdhëronte. Lajmëroi, i tha Ebu Dherrit, Muadh ibn Jabalit, lajmëroi ata sepse Allahu xhaleshanu është një dhe ka urdhëruar të adhurohet i vetëm. Dhe se unë jam i dërguar i Zotit. Po e bën këtë ose po të bindën për këtë, lajmëroi se Allahu xhaleshanu i ka obliguar me 5 namaze natën dhe ditën. Nëse veprojnë këtë, urdhëroi ose lajmëroi që Allahu i madhëruar i ka obliguar zakatin e pasurisë, u merret të pasurve dhe ju kthehet apo u jepet të varfërve. Këto janë obligimet kryesore dhe kjo është shkalla e parë e njeriu. Por në obligime kemi dhe obligime morale. Profeti sallallahu alaihi wasallam na ka obliguar të sillemi mirë me fqinj, madje Allahu xhaleshanu. Edhe llojet e fqinjve sa janë. Nga obligimet e mëdha janë format ndryshme të moralit, siç është të thenit e së drejtës. Fshirja e të drejtës përben lënia obligimi dhe përben marrja gjunahut. Urdhri me të mirë dhe ndalimin e keqe është obligim. Veshja e një gruaje muslimane është obligim, nuk lejohet neglizhenca në të. Ulja e shikimit të rrugës për pospar gratë e shpeshura është obligim. Lënia e saj përben flagrancë tek njeriu. Ndaj obligimet në qoftë se ne i njohim, si themi ne kemi kaluar shkallën dhe fazën e parë të përpjekjeve tona për të arritur dashurinë e Zotit. Që thot duhet të njohim obligimet, duhet të pyesim për obligimet, duhet të interesohemi për obligimet. Patjetër që në çdo fazë të jetës ku kalon njeriu, hyn në xhami çfarë do bëj? Thot kemi hasur person që thot kam kaq kohë që dua të falem, por nuk di të falem dhe kam frikë të falem se më hyn gjuna. Dhe kam mësuar namaz pas 4 ose 5 vjetësh. Me ngulm. Pse? Sepse po vjen si themi ne, po vjen në një mejdan që se njeh dhe i kërkohet njohuria. Omeri, khalifi i drejt, Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, thot, askush mos të hyjë në tregun ton pa kuptuar ç'është tregu. Ti mund të shetësh, po mund të vjedhësh. Ti mund të shesësh, po mund të dredhësh njerëzit. Pra tregtarët duhet të interesohen për obligimet e tregtisë, mjekët duhet të interesohen për obligimet e mjekësisë. Për normat mjekësore, të cilat lejohet ku të futen duart tek kisëmuri, kur nuk lejohen. Se shpesh mendojmë që nëse falim namazin, xhiron Ramazanin, shkojmë të hashim nëse kemi mundësi apo japim zakatin, i kemi kryer portën e obligimeve. Atë ishte gjë e kaq që e thjeshtë, edhe profeti sallallahu alaihi wasallam kishte thënë kush i bën këto mbaron punë. Ndërkohë që profeti sallallahu alaihi wasallam thot Xhabiri, thot njerë i mërzitur dhe i nevrikosur, hipë në hytbe ose në mimber dhe thot pas namazit: o ju që besuat me gojë dhe nuk ju ka hyrë besimi në zemra, mos i bezdisni besimtarët, mos i ngacmoni ata dhe mos ndihni të metat e tyre, se kush ndjek gabimin dhe të metën apo e gjurmon të metën e dikujt, Allahu do të ndjek të metën dhe gabimin e tij. Dhe kujt i ndjek Zoti apo i asgjëson të metën e tij, e turpron edhe nëse e ka bërë gabimin në vetmi, pra mes 4 mureve. Do të vi një forum që Zoti të nxjerr bojën, i thonë njerëzit. Që Zoti të nxjerr faqen. Prandaj po ti ishte që kush falet është i ruajtur, mbaroi punën. Kush falet s'ka gjë le të vjedh. Kush falet s'ka gjë le të bëj immoralitet. E këto janë, si themin e tamam, janë si ato kartat e verdha që jepen njëra pas tjetrës dhe ndodh që na një goditje, thot Imam Ibn Qayyim rahmet pas, gjunahet janë si shtizat. Ndodh që në një shtizë të godet në zemër dhe vdes. Prandaj njeriu domethënë duhet sillet, si themi, rigoroz me obligimet. Duhet të shikojë ato si themi me shumë vëmendje. Duhet të shikojë ato me sy interesi të madh, që të di se çfarë është obligim për njeriu. Ndryshe, mund të ecësh rrugës. Ti mund ta dish makinën, por nuk di shenjat e rrugës. Ndaj
mund të godasësh dike. Pra obligimet janë gjë e madhore dhe me sa duket edhe shpërblimi për to është më i madh, po dhe ndoshta gjunahu rëndon më shumë se të tjerat. E thanë në përkufizimin e obligimit, po e le merr gjuna. Po e bere merr sevap. Ndaj ka ardhur në shumë forma që lënë obligimeve kush lë këtë ka këtë dënim, ose kush bën këtë veprim ka këtë gjë dënim. Ka ardhur edhe kundërta e saj ndonjëherë që thotë kush bën këtë ka kaq sevape. Mendoni kur profeti sallallahu alaihi wasallam thotë 5 namaze janë në ditë. Kush i bën ato në kohën e duhur ka besën e Zotit që ta ruaj atë. Dhe kush nuk i bën këto në kohën e duhur, nuk ka besë tek Zoti për ta ruajtur. Dhe do ta ringjall Zoti ditën e gjykimit me Firaunin, Hamanin, domethënë atë kryeministrin ose ministrin e Firaunit, Ubej ibn Khalefin, një armik i përbetuar i profetit sallallahu alajhi wasallam, që është banor xhehenemi, me Ubej ibn Khalefin. Pra mendo të jetë njeriu, domethënë çfarë kërcënimi dhe çfarë kush fal Yatsin në xhamate sikur ka falur gjysmën e natës, dhe kush fal sabahun në xhamate sikur ka falur gjysmën e natës. Shiko çfarë lloj motivi. Dhe shiko çfarë lloj dënimi dhe ndëshkimi për ata që lënë namazin. Po kështu kanë edhe kush beson Allah dhe ditën e gjykimit le të sillet mirë me fëmijën e tij. Në një ajet, në një hadith tjetër, e saksojnë disa dietarë, ngacmimi dhe dëmtimi i fëmijët ti tret sevapet si dielli dëborën. Si dielli dëborën, mendohet, si shkrim. Prandaj dhe profeti sallallahu alajhi wasallam u përmend tek ai në prezencë të tij një gruaje e cila falte namaz natë, agjeronte shumë agjerime, lexonte Kur'an. Por ai ka një të metod. Goja. Bezdis njerëzit çan fyen, tha lajmërojeni që është në xhenem. Lajmërojeni që është në xhenem. Lajmërojeni që është në xhenem. Të ngranit halal është obligim. Pra të ngrani nga djersa e ballit, ashtu si duhet ngran. Vjen dikush tek Sufjan Thori dhe i thot: "O imam, ç'përblim ka safi i parë?" E pa Sufjan Thori që ishte tip tregtari kështu dhe i tha: "Ha halal", tha, pastaj falu edhe në saf fundit. Ha halal, ushqimin halal, pastaj falu edhe në saf fundit. Si tregtari duhet një përpjekje e madhe. Obligimi së pari, jo. Ha halal, obligim. Safi është sunet. Ha halal, pastaj falu edhe në saf fundit. Ta pranon Allahu dhe kështu, s'është problem. Domethënë interesi ku do të jetë më shumë. Ndaj edhe truri i njeriu, besimtarit, shpirti i tij duhet të kuptoj, është obligim apo jo? Që të hidhet dhe ta kryej. Pastaj le të shikoj edhe hadithi vet që na e lexove, kështu thotë, dhe pastaj vazhdon robi, thotë, ti qaset Zotit me obligime, dhe pastaj e rrit atë dozën. Çfarë? Opa, vjen tek kush? Tek sunetet ose tek çështjet e pëlqyera. Ne do të ndalemi tek obligimet, do ta mbyllim këtë takim sotëm duke u ndalur tek obligimet, do t'i dedikojmë një hapësirë pjesës tjetër të hadithit që ju e thatë pak a shumë, sepse është e rëndësishme të kuptojmë njëra obligimet, rëndësinë e tyre, peshën e tyre, shpërblimin e madh që kanë, po dhe gjunaun e madh që marrim nëse neglizhojmë apo i kundërshtojmë ato, dhe gjithashtu na duhet që të ritakohemi për të folur për pjesën tjetër të hadithit. Për gjitha këto unë falenderoj Hoxh për shpjegimet, për këshillat dhe shpërblet. Armiq, këtu mbyllim takimin e sotëm. Ishim me Hoxhën Arjan Kuteli, imamin e xhamisë së Plumbit në qytetin e Beratit, i cili na orientoi mbi përpjekjen e cila së pari duhet të fokusohet tek obligimet fetare, tek ato që janë madhore, tek ato që janë shtyllat të fesë dhe tek ato të cilat janë gjë dhe më rëndësishme në jetën tonë. Kështu do të hapim portën e madhe, portën kryesore të mëshirës dhe dashurisë së Zotit, po kjo portë vazhdon ose ky rrugtim më saktë vazhdon dhe me porta të tjera, që janë veprat e tjera për të cilat ne do të flasim në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, kalofshi sa mirë.